Ka herë tjera, s'unë e ti po? Se do me mëzjer orogjer, do me mëzjer keq edhe te i gjokë shtu. Am kupto qaloje tullet ka. I përsërit mirit fjallet, jo po ti ndjesh i mbrojtur edhe kur je i pa mbrojtur. A ka në gjë kjo shpreja, po e kam kotu, se jeni miqtë e mi, edhe po më grejnë e Jo, ke drejt. Pra tani që na vune ti në vëmendje, se si ndihesh. Ti që më Jo, pyt dhe mua, ne, dhe unë ngella kur e Po pra, o vlla, ti nga që e ke kryu lojen në kërvat me 23 vjeçare dhe ka ken akuzat që ti mund të kesh ndjenja as ke to për s'ke marrë, kur ti ke dal pastaj nga kërvati, mas 55 ditëve je shpjegu 100 herë që s'kam ndjenja, të kanë akuzus edhe me këtu jeme që mirë kanë ndjenja, mos më pak, mos më shumë, nuk e di se kush, kupton? Se cili ti tani e ke pastruate me opinionistat, me publikun, dhe kur ta përmend dikush ashtu, ai do marr përgjegjësi dhe të prek moral. Po patjetër, mo. Rregu pra, unë si Gert nuk prekem, se unë se kam një histori të tillë. Po jo ti, a prekesh ti. Po ti, a mendon që duhet prekem apo jo, mërë unë? Pa tjetër. Të po them, mërë. Po për të mos ta ngrim, po pse ajo si tem që i thash ty në pse mirë i kështu. Nuk e kisha me konotacion ironik, e kisha pse mirë i kështu, du me e kuptu. Se unë s'jam me një tane. Po pra. Sa je di që tërheq vëmendje kjo gjë që tha. Dosha me ditë se si ndihesh, pse e bane kështu, pse e bane. Po patjetër. Se nuk e kam unë empatin tane për ta kuptu. E kuptove? Edhe nuk të është grejta të buzë aty. Nuk të është grejta të buzë aty. Dhe nuk është, po pra.